Shqyrtimi paraprak I dosjes Veliaj në gjykatën e posaçme ka zhvilluar debate të forta mes palëve. I pranishëm ishte edhe kryebashkiaku I arrestuar I Tiranës Erion Veliaj, I cili më pas braktisi sallën. Avokatja e shtetit Valentina Teodorescu kërkoi sërish kohë për të njohur me aktet e dosjes, duke argumentuar se nuk ishte patur mundësitë mjaftueshme për të takuar me të mbrojturin e saj dhe për këtë nuk mund të dorëzonte konkluzione në gjykatë. Unë I kërkoha kohë gjykatës, I kërkova kohë gjykatës, I kërkova dhe që gjykata ta pajisi, do me thënë të mbrojturin prej meje, me një laptop, pa internet dhe me një USB të japi të gjitha, sepse ai kërkon që të njifet me dokumentat, janë njohur gjyqtarë, ata avokatët, po avokatët janë njohur për veten e vet, unë s'mundem t'i them tani 60.000 faqet, t'ja them Erion Velis përmendesh. Kërkoj përjashtimin e gjykatës dhe gjyqtarja la dhe kohë. Mua më pjesni për Valentinën, që bëj unë për punën time. Se që bën Erioni, pjesni. Kjo I gjë çoi në përplasje mes avokatit të Veliajt, Artan Gjermeni dhe vetë kryebashkiaku, të cilët kërkuan përjashtimin e avokatës së shtetit të gjyqtares Leva Deda. Për shkak të kësaj kërkese, gjykata nuk mundi të vendoste nëse çështja do të kalojë për gjykim, duke shtyr vendimin për 9 shkurt. Vendimi do të merret nga një gjyqtar tjetër brenda 5 ditësh nga kjo datë. Erion Veliaj u arrestua në krye të detyrës në ndyshime se së bashku me gruan e tij, Ajola Zoza, kanë kryer korrupsion me fonde publike në të paktën 10 raste. Prokurorët Olsi Dado dhe Altin Dumani bëjnë të ditur se kompanitë e zotëruara nga Ajola Zoza kanë legalizuar miliona lek. Spak dyshon se Veliaj ka kryer të njëjtën krim si bashkëshortja e tij, si dhe ka fshehur origjinën e parave të përfituara.